tani nuk pa pasur diskutim të pjesën e zotit Rama me zotin Berisha, si thua se po diskutojmë lidera politika apo partit politike, përse më madhe ka Partia Socialiste, dukshëm, ka një diferencë me Partinë Demokratike, po të shikojmë dhe të partitë e reja dhe të vogla, kemi Nismën, e cila ka një përqeshmëri. Nisma thori mos saktë se Partia e Drejtit Lape, që është me harrova, lëvizja nuk po vjen tani. Shqipëria bëhet dhe Nisma. Shqipëria bëhet. Po vetëm të lutem, nxirrni grafikën kur flas. Po patjetër, ke shumë drejt. Regjia, ju lutem gjatë kohës që flet, qoftë anëri, qoftë avokati, duhet kemi edhe grafikën që të bëjmë komentet konkrete. Le të na dëgjojnë, jo, po se po bëj për grafikën, se nuk e mbaj mend problem. Le të na dëgjojnë njerëzit nëpërmjet zërit dhe desha të thoj që Shqipëria bëhet e zotit Lape, që është bashkë me Nismën Thurje brenda, të zotit Edi Shabani, ndoshta prodhojnë këtë 6%, ndryshe nga zoti Shehi, që në krahun tjetër është një figurë e pëlqyer, por si parti sigurisht është nën kuotat e Nismës Shqipëria bëhet. Kështu që në kontekstin e madh, atë që sikurse përmenda edhe që parë PSD-ja në rastin konkret është nën zotin Basha, që është më i urryeri në skakierën politike, kurse zoti Doshi në sondazhet e para dhe më i pëlqyer, këtu partia nuk votohet. Pra kam një lloj, si thuash, jo qartësie jo të votës, po dhe të përshëshmërisë, se ti nuk mund të urresh ose të dashurosh liderin e partisë dhe ta urresh liderin e partisë, po dhe ta votosh maksimalisht ose mos ta votosh. Kështu që kjo korelancë e këtyre partive të vogla të reja, unë besoj se është ende e paqartë, disa motive i dim shumë mirë se kush janë, por besoj se do kemi një qartësi më të madhe duke ofruar zgjedhje dhe duke parë një ndoshta besoj në rastin konkret partive të reja të vogla do kemi një mbështetje edhe pak më të madhe në përqindje, por besoj se nuk lëviz shumë. Partia Socialiste është ajo që thonë vota diasporës nuk ka për të bërë një ndryshim të madh, për shkak se ata që janë regjistruar për të votuar të paktën nga një numër i madh i votuesve, kryesisht nuk janë pavendosur, nuk janë ato që kanë ikur se i ka dërguar Edi Rama jashtë vendit, janë kryesisht njerëz ndoshta që edhe nuk kanë një lloj bindje partijake, por pjesa më e madhe unë besoj se do të jetë ndarë 50-50, 55-45 për Partinë Socialiste dhe pjesa tjetër do votojë për opozitën, qoftë kjo partia tradicionale, pra Partia Demokratike apo partitë e reja dhe të vogla. Nuk kemi të panjohurën të zgjedhje, të them vërtetën, dhe nuk presim një rotacion politik as nga diaspora dhe as nga partitë opozitare. Nëse do ndodhet ky rotacioni politik, mundësia do ishte që gjithë Partia Demokratike, ajo që u fragmentarizuar për zotin Berisha, të ribashkonte edhe gjithë elementet e tjerë të së djathës brenda Partisë Demokratike në mënyrë që të krijoni një rotacion politik brenda kushteve të votit të rizgjedhur. Kështu që në kontekst është e pamundur. Avokat, po të lutem vetëm një gjë, se jam shumë kurios. Anëri tha, nëse këto copzat e Partisë Demokratike do të bëheshin bashkë me PD-n, kishte gjasa që të kishim rotacion. E beson këtë? Je dakord? Absolutisht që po. E besoj dhe madje po të shikoni, dy partitë Shqipëria, Nisma Shqipëria bëhet, ose koalicion, nëse do të quajmë, dhe Partia e Shehej, realisht duket se kanë një konkurrencë me njëra tjetrën, pra janë shumë afër njëra tjetrës. Dhe gabimi që po bëjnë është thjesht që minimalisht do duhet të bëjnë një fushat pozitiviste, që do të thotë që minimalisht nuk do duhet të sulmojnë njëra tjetrën. Pra dhe nëse nuk po themi një votues, pra nuk voton Shqipëria bëhet, do duhet të ftohet të votojë përsëri një parti, po themi, të këtij spektri të Partia e Re. Nëse duan që të afirmohen në arenën politike, pra që të jenë përfaqësues nesër në kuvend. Sepse përndryshe, nëse shkojnë te partitë gjasat që ne ta thyejmë, ta cënojmë këtë lloj bipolarizmi, po themi bëhet gjithmonë më i largët. Dhe prandaj them që edhe po të shikoni sot kishim edhe një gjyq, madje i shkuan dhe përfaqësues, do duhet ta pushonin atë proces gjyqësor midis njëri tjetrit. Nuk ka absolutisht, është kundërproduktive, sidomos në këtë moment 2 javë apo diçka më shumë përpara datës së zgjedhjeve. Pra, për mua do duhet t'ju frym për mendimin tim një erë tjetër, një diçka tjetër pozitiviste, paqëtimi në lidhje edhe me elektoratin, sepse do duhet të shikojnë në mënyrë të tillë.
Nëse elektorati që mendon që do duhet votoj një nga këto partide, shikon që ata janë njësoj si ata të mëdhaja, si ata të vjetrat, kupton? Besoj që është kundërproduktive, realisht e mendoj. Por të gjitha partitë e tjera pas duket sikur kanë probleme që nuk arrin, ndoshta nuk do të arrin as 1%. Dhe këtu janë disa parti, duke përfshirë ajo e Bashës ose Endri Hasës, që mos i hajmë hakun fatikisht, sepse ai është kryetari zyrtar, apo dhe parti tjera. Qorri duket solid në përqindjen e tij, sidomos në qarkun e Tiranës, pranë Tiranë, ku ai mendon dhe gjykon që mund të marrë mandatin, ndërsa në rang kombëtar më pas partitë e tjera, përveç Shehajt, realisht tek partitë e reja, që është një parti që ka struktura, pra po strukturohet dhe është strukturuar në gjithë Shqipërinë, partitë e tjera kanë probleme organizimi fatikisht në terren apo mirë themi në kontekstin lokal. E kuptova. Do ishim më të organizuar, ma nxirr edhe një herë, lutem. Po, edhe një herë. Po mundet, të lutem, shif tani. Ideja është Partia Socialiste është 22.6%. Kemi Parti Demokratike 30%. Po? 6 nisma Shehja 5.6. Tani kemi fragmentarizimi tjetër që ka ndodhur është Euroatlantikët, po ta zëse 0.7. Që unë nuk e besoj se është më tepër, me thënë të vërtetën, pavarësisht nuk e di tani njerëzit kanë turp apo nuk e di, po besoj se kanë një mbështetje sidomos në Tiranë. Po pse do kenë turp? Kanë